çdo rezultat kërkon edhe reflektim. Çfarë do vendimi eventual mbi cilën mund të vijë kryesia, shumica do të votojë. S'ka shkarkim strategjik ta kërkojnë. Na jemi shembull për krejt partitë në Kosovë. Me ulin raporti me situacionin që kanë ngritur. Qëndrimet e mia do t'i shpreh për brenda takimit dhe mbledhjes së kryesisë sot, ndërkaq lidhur me çfarë do vendimi eventual mbi cilën mund të vijë kryesia, shumica do të votojë, shumica do të dakordohet dhe qëndrimi i shumicës do të bëhet i ditur. Unë kisha kërkuar mirëkuptimin që edhe në aspektin personal, por edhe në atë çka përfaqësoj, edhe si strukturë organizative LDK-s, e preferoj debatin brenda subjektit tim politik, në ruajtjen e unitetit, edhe të kërkesës çdo herë përfitore, por çdo rezultat kërkon edhe reflektim mbi shifrat, numrat edhe rezultatet që i merr subjekti politik. Kështu që na japni mundësinë që të bisedojmë, dëgjoni në nënshkrimet kërkohen për kuvend të jashtëzakonshëm, sepse ne kem pas një kuvend të rregullt. Kanë kërkuar për kuvendin e jashtëzakonshëm? Sigurisht që po. Nuk jam e përfshime dhe faktikisht jemi në një fazë ku LDK-ja duhet bëjë analizën e zgjedhjeve dhe të zgjedhë çdo problem me dialog edhe të brendshëm. Kështu e kemi bërë dhe ma herët, nuk është çështje nënshkrime, është më shumë çështje diskutimesh të brendshme dhe ka dallime në qasje, normal, në çdo parti demokratike ka të tilla, po duhet gjithmonë me vendos në të mirën e partisë dhe interesi i përgjithshëm është partia, është Kosova, tek e fundit jemi të gjithë në një funksion për me pas një parti e cila funksionon në mënyrë demokratike, ka dialog të brendshëm dhe pastaj të qeverisë në mënyrë demokratike. Na jemi shembull për krejt partitë në Kosovë, prandaj duhet më përkujdes që demokracia e brendshme me qenë mbi çdo interes dhe mbi çdo person. Kjo tema diskutohet sot tema për shkaktin e tij, meqense Jo, analiza e zgjedhjeve është po absolutisht në ndër të ndryshme mund të diskutojmë gjithçka. S'ka shkarkim strategjik ta kërkojnë. Në takimin e kryesisë kena vetë diskutuar për rezultatin e fundit, edhe tema tjera nëse ka diçka, po jo këtë. Po hyj me marrë qëndrimin mas mjedhës, besoj duhet me bëjt me marrë qëndrimin që dalin për mjedhës kryesisë. Nuk është praktike LDK-s me u shkarku kryetar, s'ka pas kurrë si praktikë. Edhe shalut edhe mediat edhe në organizatorët, besa që më pas për des që shpo e emërtojnë iniciativat që i kanë morë. Nuk ka shkarkim. Ka iniciativa demokratike, të cilat njerëz kanë drejt me marrë, edhe me vazhdu me procedurë derisa të mrejnë me finalizu nëse mrejnë. Edhe besoj shumë që një pjesë e njerëzve që janë pjesë e kësaj iniciative, të cilët kanë sot e 37 vjetë që merret me aktivitet në LDK, kanë një thirrë gjaktësisë dhe mendjes edhe me ulin raporti me situacionet që kanë ngrit gjatë një vite. Po besoj që të njëjtën kam drejt si sekretar me kërkuar. Besoj që përgjegjësia duhet të merret nga të gjitha palët dhe degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që nuk është e mjaftueshme vetëm angazhimi dhe përgjegjësia e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi rendin e ditës, besoj që të gjithë e keni pa dhe do të diskutojmë për çështjen e rezultatit të zgjedhjeve, do të diskutojmë gjithsesi edhe për çështjet të cilat lidhen në formimin e institucioneve të Republikës Kosovës, si dhe natyrisht do të diskutojmë edhe për shumë çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me partinë tonë në përgjithësi. Në rendin e ditës nuk e kemi, por gjithsesi pika e rendit të ditës e fundit është ndryshme dhe besoj që dhe atë do ta diskutojmë.